Pas një viti përfaqësim ligjor për të pandeurin e arrestuar Ilir Meta, avokati Kujtim Cakrani ka njoftuar ndërprerjen e përfaqësimit ligjor ndaj klientit të tij në gjykatën e posaçme, nga që ka humbur besimin dhe bashkëpunimin nga klienti. Kjo ishte deklarata si zyrë avokatie, por Kujtim Cakrani deklaroi se Ilir Meta e quajti patronazhist për çështjen e Zvërnecit, nga që është angazhuar si avokat i Artur Shehut, grabitës i tokave në Vlorë, trafikant ndërkombëtar dhe pastrues i parave me ndërtime luksoze. Kujtim Cakrani tha: "Unë kam mbrojtur dhe do të mbroj Artur Shehun dhe interesat e familjes së tij përballë drejtësisë, sepse përveç raportit avokat-klient, kam lidhje familjare me të. Nuk është shkelje ligji apo cënimi figurës morale të avokatit kur ai angazhohet të përfaqësojë si klient në prokurori, SPAK, gjykata e institucione publike, por më tepër një të afërm të tij, qoftë trafikant, hajdut tokash e vrasës si Artur Shehu, sepse paguan shumë mirë." Por në rastin konkret, përveç lidhjes familjare, avokati Kujtim Cakrani dhe klienti i tij mafioz Artur Shehu, tashmë në kërkim nga SPAK si kreu i grupit Aruba, kanë një histori të njëjtë dhe të përbashkët në trafikim droge. Avokati Kujtim Cakrani ka qenë dënuar me 2 vite burg për trafik ndërkombëtar heroine në Itali, i arrestuar më 18 korrik 2007 nëpërmjet operacionit Medusa, bashkë me 14 trafikantë të tjerë si grupi organizuar trafikimi në Salento të Puljas gjatë viteve 2004-2005. Ishin vitet kur i afërmi i tij Artur Shehu kishte grupin e organizuar të trafikimit të drogës me baza aktiviteti në Itali e Shqipëri, që kishte lidhje edhe me grupin e trafikimit ku bënte pjesë Kujtim Cakrani, alias Shpëtim Cakrani. Kur u arrestua dhe u dënua në moshën 36 vjeçare në Itali, Kujtim Cakrani kishte emrin e tij të lindjes, Shpëtim Cakrani, atësia luftare, amësia burbuqe, dhe me këtë identitet u dënua me 2 vite burg. Ndërsa pas kthimit në Shqipëri, ndryshoi emrin duke e bërë Kujtim Cakrani, që t'i shpëtonte mbajtjes në mbikëqyrje nga agjencitë ligjbatuese dhe për t'i shpëtuar kufizimeve e sanksioneve të ligjit antimafje. Sot trafikanti Shpëtim Cakrani është dora vet avokati Kujtim Cakrani, që po i shërben si avokat mbrojtës i grabitjes së tokave, dhe trafikantit Artur Shehu, i skeduar si kryeministër i qeverisë Aruba, që përcaktonte tokat dhe projektet për kulla, pallate, hotele, resorte dhe ndikonte dhe lejet e ndërtimit te kryeministri zyrtar Edi Rama. Dënuar 2 herë penalisht edhe në Shqipëri, me vendim numër 181, datë 14 korrik 2005, gjykata e Fierit ka dënuar trafikantin avokat Kujtim Cakrani, alias Shpëtim Cakrani, me 2 vite burg dhe 500.000 lek gjob, por gjykata e lartë ja konvertoi në 3 vite shërbim prove, me vendim numër 85, datë 19 shkurt 2016. Gjykata e shkallës së parë Vlorë dënoi avokatin trafikant Kujtim Cakrani me 200.000 lek gjob për veprën penale goditje për shkak të detyrës. Vendimi u la në fuqi nga gjykata e apelit Vlorë.